Në Galerinë e Arteve në Shkodër u qel ekspozita Eter mes dukjes dhe thelbit që sjell një ndërthurje mes grafikës dhe skulpturës, një krijimtari e dy artistëve fjerak, Arben Koliçi dhe Eduard Meço. Ekspozita vjen si një dialog artistik mes dy disiplinave, ku grafika dhe skulptura bashkëveprojnë për të krijuar një gjuhë të përbashkët shprehje. Sipas artistëve, veprat synojnë të nxisin lirinë e interpretimit, duke lënë hapësirë publikut të ndërtojë kuptimet e veta, pa u kufizuar në një këndvështrim të vetëm. Skulpturoj në thonjza, gëdhëndë drurin edhe e pikturoj në vajate. Është një cikël që unë kam sjell në qytetin e Shkodrës duke shpresuar se do kem një përballje të mirë me një publik që është i spikatur nga pikpamja e kulturës dhe artit pamor në veçanti. Përballja tjetër është, si që kemi quajtur dhe vetë versus grafika ime me skulpturën e Eduard Meços. Një përballje që menduam se më mirë se në Shkodër nuk mund bëj. Dhe është e para që neve promovojmë. Shkodra frymon art, frymon kulturë. Jo më kot, ka dhe famën që është qyteti kulturës i Shqipërisë. Fakti që unë vetë kam studiuar në Venecia d'Italisë edhe gjithmonë e kam konsideruar Shkodrën si Venecia e Shqipërisë. Ndaj edhe kjo përballja me publikun e Shkodrës ka qenë, të themi, disi edhe guximshme nga ana ime. Kam menduar, jam gati, ndoshta do ta shtyj për një vit, për dy. Skulptura ka pak më shumë vështirësi se sa gjinitë e tjera, po themi, të artit pamor, përveç faktin e manipulimit të materialit, që janë materialet e forta, por edhe në raport me tregun, është pak më komplekse gjetja e vetes dhe hapësirës ku ato duhet të dimensionohen. Këto përgjithsisht konsiderohen si bocetet të mundshme për t'u aplikuar dhe për t'u vendosur, po themi, në çdo qytet të mundshëm, por në rastin konkret me që jemi këtu në Shkodër, shumë mirë do të ishim për shumë në hapësira të ndryshme. Drejtori i Galerisë së Arteve, Fatmir Juka, u ndal tek dinamika që sjell kjo ndërthurje artesh, duke theksuar se bashkimi i grafikës me skulpturën krijon një dimension të ri përvojash, vizuale dhe emocionale për vizitorin. Ku është kërkimi jonë? Është i tillë sepse pasurohet gjuha kromatike, pasurohet propozimi estetik. Kuptojmë që nuk ka vetëm lanë të zakonshme për me bë në akademitë tona, në studimet tona, nuk ka vetëm lanë të zakonshme për me mësu, por ka edhe objekte, ka edhe materiale që mund kthehen shumë mirë, siç është vepra e skulptorit Eduard Meço, i cili merret kryesisht me etnologjinë muzikore, gjë që është tepër për ta vlerësuar në këtë aspekt, për pasurinë e madhe etnomuzikore që kena ne në aspektin e veglave muzikore, prodhimit të tingullit, dhe prodhimi i tij nuk është tingull, por prodhimi i tij është skulpturë. Është një dimension krejt tjetër, ndërsa grafika e zotit Koliçi është një grafikë me qasje shumë filozofike. Ekspozita zgjoi interes tek publiku, i cili ka vlerësuar qasjen bashkëkohore dhe komunikimin e drejtpërdrejtë që veprat artistike krijojnë me shikuesin.